Membra mam, përshëndetje. Mirë se ardhët. Si jeni, se po ju kalon fundjava, fund viti, gjitha së bashku. Shikoj që ka disa persona që po mundohen që të futen në lidhje. Kjo është një lidhje të përtej që do jetë vetëm nga unë, pra nuk do të pranoj personat të tjerë që të marrin pjesë të kjo lidhje, pra si moderator. Nëse dëshironi që të dëgjoni, mund të më dëgjoni. Ndërkohë që për të gjithë personat të cilët kanë informacion në lidhje me astrologji, do të bëj më vonë një lidhje përsëri vetëm me persona që janë disi më të avancuar pra në lidhje me astrologjin. E bëra lajmërimin e kaluar kur bëra lidhjen të përtet me pyetje përgjigje. Po e them edhe tani, nëse keni dëshirë që të merrni pjesë, më shkruani, do ju dërgoj kodin e grupit dhe do ta bëj javën që vjen. Si fillim po them thjesht shkurtimisht për shërbimet që unë ofroj, siç e vini re, bëj çdo javë 2 lidhje të drejtë për drejta, ditën e martë dhe ditën e shtunë. Ditën e martë është në lidhje me ciklin e hënës ose me pyetje përgjigje alternuar, ndërkohë që ditën e shtunë është gjithmonë për parashikimin javor. Këto i keni gjithmonë tek faqja e YouTube-it, mund t'i gjeni, pra nuk është të detyruar që të dëgjoni tani, mund të dëgjoni të nesërme në përgjithësi i keni gati tek kanali i YouTube-it. Ndërkohë që përveç këtyre kam edhe postime ditore, ku për parashikimin ditor kam filluar që t'i bëj vërtet shumë të shkurta, them vetëm gjërat më themelore, ato çfarë duhet të keni parasysh. Pjesët që do të këshilloj që të merrni gjithmonë parasysh dhe të mund të aplikoni edhe gjatë ditës, është periudhat kur është hëna në zbrazëti, sepse gjatë asaj periudhe vërtet që jemi shumë më të hapur ndaj problemeve. Ndërkohë që përveç këtyre kam edhe daljet e mia në televizion. Në televizion dal 2 herë në javë, është ditën e hënë tek A2 CNN, është në orën 9 të mëngjesit tek programi Dita Jon. Ndërkohë që ditën e premte jam tek Top Channel, aty jam në orën 10 tek programi Në shtëpinë tonë. Këto janë të gjitha shërbimet që kam për publikun, pra për ju, dhe janë pa pagesë, ndërkohë që kam dhe shërbimet e mia personale, janë konsulte personale. Të gjitha shërbimet të cilat ju dëshironi më tepër informacione se sa këto që përmendë që janë shërbime për publikun, janë shërbime me pagesë. Për të prenotuar mund të më shkruani nga WhatsApp-i ose nga DM-i. Nëse më telefononi, numri juaj i telefonit bëhet blok automatikisht. Prandaj edhe nëse dëshironi që të më kontaktoni, më shkruani. Mund të merrni analizën e hartës, parashikim për të ardhmen, mund të gjejmë orën e lindjes për të gjithë ata që nuk e dinë, dhe syri ascendenti, ose mund të bëjmë edhe analizën e lidhjes tuaj. Siç e thash, nëse nuk janë informacione që po i jap unë tani, domethënë që janë informacione që mund t'i merrni ekstra ju personalisht, më shkruani për të marrë konsultën tuaj. Unë ato çfarë kam për të thënë, ato çfarë kam mundësi që t'i jepem për publikun, i jap edhe pa më pyetur juve. Atëherë, dikimet që do të kemi gjatë kësaj jave është java 29 dhjetor deri në datën 4 janar. Është java fiks ndarë në mes, duke qenë se 1 janar do të jetë ditën e njëjtë. Gjatë kësaj jave, ndikimet më të rëndësishme do të jetë kalimi i Mërkurit tek shenja e Birciapit. Është në datën 1 janar, do të jetë në orën 22:11, pra në shumë vonë në darkë, si rrjedhoi ndikimet i ndjejmë, si gjithmonë, ditën e nesërme. Kalimi i Mërkurit tek shenja e Birciapit është një ndikim pozitiv. Këtë vit, sidomos të gjitha kalimet tek shenja e Birciapit kanë qenë shumë pozitive, duke qenë se tek shenja e Shgjetarit kanë pasur kënde negative me Saturnin dhe me Neptunin, të gjithë planetet, si rrjedhoi kemi krijuar probleme. Gjithsesi, përpara se të kaloj aty, duke filluar nga data 29 deri në datën 31, Mërkuri do të ketë një kënd negativ me Saturnin. Pra logjika, intelekti, mënyra e komunikimit do të ketë një kënd negativ me planetin i cili krijon rregull, i cili krijon një farë
siguri e stabiliteti në jetën tonë. Si rrjedhoj do të mund të kemi probleme në lidhje me këto tematika. Dita që do ta ndiejmë shumë më tepër është data 30 dhjetor, por edhe dy ditë të tjera që përmenda normalisht do të ndihet vërtet shumë. Madje edhe nesër, pra që është data 28 dhjetor, do ta ndiejmë në mënyrë të dukshme. Cilat janë ndikimet që do të ketë kjo? Mund të kemi tension vërtet shumë të lartë dhe të mos dojmë që të mbajmë përgjegjësitë tona. Disiplina, struktura, këto mund të na duken pak më të lodhshme. Jam dakord që jemi në fund të vitit dhe gjithë duam që të shplodhemi, por minimumin e disiplinës ose minimumin e përgjegjësive gjithmonë duhet ta mbajmë. Mund të kemi vështirësi në komunikim, të themi fjalën e fundit në fillim dhe si rrjedhoj të thyem edhe zemrën e personave që kemi përballë. Kjo mund të shkaktojë edhe probleme të rëndësishme me autoritetet, ndërkohë që jemi duke udhëtuar mund të mos përmbahemi rregullave të trafikut, edhe këto mund të nxjerrin probleme të ndryshme. Kemi një komfortësi vërtet shumë të lartë, por i përsëris kjo mund të jetë shprehje më tepër drejt figurave të autoritetit, por edhe brenda familjeve do të ndihet në mënyrë të dukshme, sidomos kundrejt prindërve dhe më tepër ndaj baballarëve. Kemi edhe mundojmë që të kontrollojmë njëri tjetrin nëpërmjet manipulimit, pra komunikimi është vërtet shumë i sforcuar. Edhe kjo është një nga problemet më të rëndësishme që kemi në këtë moment, duke qenë se do të kemi dhe shumë familje që do të mblidhen bashkë, kemi në fund vitit përsëris. Mund të bëhet një nga gjërat më problematike. Vazhdimisht do të mundohemi që të shtyjmë ato kufijtë të shëndetshëm. Edhe kjo është diçka që duhet mbajtur në kontroll. Mënyra se mund të menaxhohet është që normalisht të respektojmë kufijtë e njëri tjetrit, të mos kritikojmë pa limit, të mundohemi të perceptojmë një herë se çfarë mund të ndjejë personi përballë, pastaj të themi diçka. Kritikat edhe nëse na drejtohen drejt për së drejti, të kuptojmë që në këtë moment kemi një tension shumë të lartë, prandaj të mundohemi mos e marrim shumë personalisht, por në qoftë se është diçka që vërtet po na lot, po na mërzit, duhet të jemi shumë të hapur në mënyrë se si i themi këto, dhe të mos e pranojmë. Pra kufijtë e shëndetshëm në këtë moment kanë shumë rëndësi. Kemi një ndikim i cili mund të na ndihmojë që të fokusohemi më tepër për të zgjeruar dijet tona, dhe kjo do të na ndihmojë që të jemi pak më objektiv. Pra çfarë do të them me këtë? Nëse pyesim person përballë çfarë ka vërtet, cili është themeli i sjelljes së tyre, kjo mund të na ndihmojë që të rregullojmë edhe ato marrëdhënie që kemi me njëri tjetrin, ndërkohë që duhet të përdorim edhe gjuhë pak që mund të ndërtoj, pra që të rregulloj dhe jo shkatruese. Siç e thash, mos e themi fjalën e fundit në fillim. Nga data 30 deri në datën 1 janar, do të kemi një kënd negativ të njëjtë Mërkur me Neptunin. Dita që do ndiejmë më tepër është data 31 dhjetor, pra është nata e vitit të ri, mund të jetë pak problematike për këtë arsye. Kur Mërkuri ka një kënd negativ me Neptunin, është edhe më problematik se ai që ishte me Jupiterin, duke qenë se Neptuni kërkon një farë mregullimi dhe si rrjedhoj logjika jo mund të jetë vërtet shumë e sforcuar. Data 31 për këtë arsye duhet të jemi të gjithë shumë të kujdesshëm. Ajo çfarë duhet të bëjmë është që të jemi shumë të kujdesshëm në mënyrë se çfarë themi, të mos bien pre e impulsivitetit ton, të mos bien pre e manipulimeve që mund të ndodhin në këto momente, dhe mbi të gjitha të jemi realist. Mund të jemi pak më tepër ndërrimtar se çfarë duhet, kjo mund të përdoret edhe në avantazhin ton, duke qenë se kemi një imagjinatë vërtet shumë të zhvilluar, normal që mund ta përdorim edhe për të kryer lojra, për shembull, për të argumentuar më tepër brenda familjeve, të jemi pak më tepër lozënjar, pra. Normale që mënyra e shprehjes së ndjenjave tona mund të përdoret, pra mund të shprehim gjërat më tepër romantizëm e të tjerë. Pra, në vend që të bien pre e manipulimeve që kemi në këtë moment, ose që të heqim dorë nga kufijtë të shëndetshëm, mund t'i përdorim në këto dy aspekte që sapo përmendëm. Okej, dhe siç e përmenda, do të kemi edhe kalimin edhe të Mërkurit tek shenja e Bricjapit. Atë e thash se çfarë ndikimi ka, është ndikim pozitiv, do të bëjë një rregull dhe një rend në jetën tonë. Data 1 janar gjithsesi do të këshilloj që të jemi të vëmendshëm, ndërkohë që nga data 2 janar e tutit, duke qenë se tashmë do të jetë futur në atë fazë, do të kemi shumë më të thjeshtë për të përdorur. Kemi edhe një ndikim shumë të madh gjatë kësaj jave, që është hëna e plot tek shenja e Gaforës.
Për të folur gjatë e gjërë në lidhje me të, si që bëj gjithmonë, do të jetë, këtë javë do të bëj ditën e hënë, nuk do të le deri ditën e martë, duke qenë se do të jetë ditën e shtunë, dua që të marrim masa që më përpara, pra të mund të përdorim, ose në disa raste mund të shmangim problemet. Do ta bëj lidhjen drejt për ditë për këtë arsye në orën 19 të ditën e hënë, pra datën 29 dhjetor. Tani do të flas pak shkurtimisht se çfarë është ndikimi që kemi këtë javë, që është ndikimi më dominant, duke qenë se kemi disa kënde të vështira të Merkurit dhe do të kaloj edhe një shenjë të re. Ajo çfarë do të këshilloja për këtë arsye është që të jemi shumë të kujdesshëm në mënyrën se si komunikojmë. Mund të kemi probleme me teknologjinë, si gjithmonë do të bëjmë kopje të gjitha dokumentave digjitale. Në qoftë se kemi diçka që është shumë e rëndësishme, do të këshilloj që të bënim disa kopje, jo thjesht në kompjutera ose në hard disk, por do të këshilloja që të merrnim edhe masat, ndoshta të dërgonim email nëse kemi mundësi të regjistronim diku. Për sa i përket udhëtimeve, gjatë këtyre ditëve normalisht dhe fund viti mund të kemi edhe vonesa me avionët. Përveç këtyre mund të kemi edhe sulme që kanë të bëjnë përsëri me teknologjinë, si rrethoj telefonata nga numra që nuk i njihni, do të këshilloj që të qëndroni larg, të mos dërgoni para tek persona të cilët nuk i njihni. Mund të kemi dhe përdorimin e gjërë të AI-t në mënyrë negative, pra edhe kjo mund përdoret si formë manipulimi, si rrethoj, në qoftë se merrni telefonat, qoftë edhe zëri një personi që e njihni, do të këshilloj që të edhe ju të telefononi dhe të jeni 100% të sigurt përpara se të bëni një veprim. Kemi një ndikim të rëndësishëm edhe në lidhje me shëndetin. E di që në këtë moment jemi të gjithë shumë të dhënë pas argëtimit e të tjerë, por do të këshilloj që të mos e teproni me alkoolin. Kemi probleme në lidhje me këtë temë, mund të egzagjerojmë vërtet shumë dhe mund të kemi dhe helmime. Vazhdojmë që të jemi në këto lloj urash, prandaj të gjithëve do të këshilloja që të jemi shumë të kujdesshëm. Shenja e dashit është dominante gjatë gjithë javës, duke qenë se kemi dominancën e gjitha shenjave kardinale dhe shenja e dashit është një shenjë kardinale. Drejtuesi i tyre tashmë ka kaluar tek shenja e vricjapit, është vendosur këtu, ka zanrajmë më mirë të themi. Prandaj dhe kemi ndikime vërtet shumë të fuqishme te kjo shenjë. Ndikimet më të mëdha i ka në karrierë, edhe pse jemi në fund viti, mund të kemi zhvillime të shumta këtu, mund të marrim propozime për të kaluar në fusha të tjera ose për të zhvilluar në lidhje me këtë temë. Në këto momente kemi ndikime edhe në lidhje me shëndetin, është nga shenjat më të prekura. Mund të them te kjo temë, a mund të marrim vendime pak të nxituara për sa i përket udhëtimeve ose trajnimeve, në qoftë se nuk jemi të vëmendshëm gjithmonë. Dhe këto veprime të nxituara mund të na shpihen edhe në dëme të konsiderueshme, por përsis nëse nuk jemi të kontrolluar. Mënyra se mund të shmangim këto është që përpara se të veprojmë ose të bëjmë diçka, duhet të mendojmë mirë dhe të shikojmë se sa na vlen në afat gjatë. Kjo është vetëm ndikim që është pak i lodhshëm, ndërkohë që të gjitha ndikimet që ka shenja e dashit gjatë javës janë në përgjithësi pozitive. Kemi një dalje në skenë, kemi fillimin e periudhës që ata do të shkëlqejnë vërtet, janë shumë herë më të logjikshëm. Bota e brendshme është e ngarkuar edhe në këto momente, do të vazhdojë të jetë, por shumë herë më e zbutur, pra, se çfarë ka qenë deri tani. Ndërkohë që hëna e re, hëna e plotë që do të jetë tek shenja e gafores, për ta domethënë ndryshime pothuajse të menjëhershme, pakës problematike në marrëdhëniet që kanë me familjarët e tyre dhe brenda banesës. Por këto ndodhin në mënyrë që ata të mund të ndërtojnë shtëpinë, familjen, jetën që ata meritojnë. Pra të gjithë ju që jeni tek shenja e dashit, këtë javë do të këshilloj që të jeni vërtet shumë të vëmendshëm në ambientin që ju rrethon. Duke qenë se kemi shumë takime me familjarët çdo javë, mund të kemi të dalë në skenë të problemeve, si rrethoj kemi edhe mundësinë që të zgjidhim ato. Mjafton që të qëndrojmë gjatë ftohtë. Për fat të mirë kemi mundësi shumë të madhe që ta bëjmë këtë, sepse siç e përmenda edhe një herë, drejtuesi i shenjës së dashit, pra drejtuesi juaj është i vendosur tek shenja e vricjapit, i cili sjell një rregull vërtet shumë të madh aktualisht në jetën tuaj. Dhe pak më tepër që i njëjti drejtues është i drejtuar në mënyrë ta na sjellë edhe nga peshqit, si rrjedhë jeni shumë më tepër empatik ndaj personave që keni rreth rrotull, prandaj dhe ju jeni personi që mund të shuani zjarret edhe nëse ato dalin brenda familjes. Çështjet sentimentale është një nga prioritetet më pozitive
është një periudhë ku do të ndjeni vërtet shumë të vlerësuar. Për fillimin e lidhjeve të reja nuk mund ta them, por është një periudhë ku lidhjet aktuale mund të zhvillohen vërtet shumë, kemi krijimin e stabiliteti vërtet shumë të madh. Kjo është një nga javët më pozitive në lidhje me këtë shenjë. Më duhet ta nënvizoj pjesën e karrierës, sepse fokusimi më i madh duhet të jetë vërtet ashtu, në qoftë se keni një pengesë nga familja brenda shtëpisë, në qoftë se doni të zhvendoseni, kjo është një nga javët më pozitive për të vendosur dhe për të gjetur zgjidhje këtyre problemeve, pra do të këshilloj ta përdorni vërtet me gjakftotësi. Kemi një ndikim për sa i përket lidhjeve afatgjata. Kjo është java ku mund të vëmë re ku ne vetë kemi çaluar dhe pse nuk kemi arritur që t'i zgjidhim problemet dhe mund t'i kemi të zgjatur. Është pozitive për këtë arsye. Kemi në një periudhë me fat, pak a shumë, nuk mund të them që është komplet fush me lule, por është një javë shumë produktive, do i këshilloj me ngurm që ta përdorni. Për të shprehur ndjenjat e të tjerë, edhe kjo është një periudhë pozitive, mund ta përdorni. Ditët që janë pozitive për të shprehur ndjenjat, për të filluar lidhje të reja, nuk mund të them që është javë shumë e spikatur, edhe pse mund të përdoret, por dita që mund të keni pak më tepër fat për të shprehur ndjenjat tuaja do të jetë dita e që ka dita e hënën në 1 janar. Me njëherë pas mesnatës, pra gjatë vitit të ri mund të shprehni ndjenjat tuaja, që janë shumë pozitive. Okej. Shenja e Demit. Për shenjën e Demit kemi një ndikim pozitiv tashmë, por do të këshilloj që jemi shumë të kujdesshëm, vërtet shumë të kujdesshëm datave që përmendë, pra nga data 29 deri në datën 1 janar, duke qenë se Merkuri është i vendosur tek shenja e Shqiptarit dhe ka këndë negative me Saturnin dhe me Neptunin gjatë atyre ditëve. Si rrjedhoj, shenja e Demit mund të ndikohet pak negativisht. Mund të prish punët me partnerët e tyre, me familjarët e tyre, nëse nuk janë të vëmendshëm gjithmonë. Madje mund të kemi edhe shpërbërjen e disa partneriteteve të cilat në këtë moment i sillen të ardhur materiale të mira. Për këtë arsye, mënyra se komunikojmë ajo çfarë kërkojmë duhet të jetë gjithmonë e logjikshme dhe të mos jemi egoist. Kjo është këshill që shenjës së Demit normalisht do të këshilloj ta keni bath në vesh. Përveç kësaj kemi ndikime pozitive. Ndikimet më të mëdha pozitive tashmë i ka edhe sepse kemi shumë vendosur tek shenjat e tokës, sidomos e Briçapit, sjell një begati në jetën e shenjës së Demit. Begati do thotë të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Madje të gjitha ato probleme që i përmenda, nëse përdoren ashtu siç duhet, mund të përkthehen dhe në të ardhur materiale vërtet shumë të mira, sepse mund të kemi bashkëpunime shumë të frytshme. Mund të kuptojmë shumë mirë se ku qëndron problemi dhe brenda për shembull partneriteve aktuale dhe të mund të gjejmë zgjidhje, madje edhe t'i kthejmë edhe bizneset tona në biznes shumë më tepër fitimprurse. Për sa i përket personave që janë tek shenja e Demit dhe nuk janë në një lidhje, kjo është një javë vërtet me shumë fat. Është java ku ata mund të perceptojnë shumë mirë se çfarë ka çaluar në jetën e tyre, pse nuk kanë funksionuar lidhjet e tyre të shkuarës, dhe të kenë mundësi që të mund të kryejnë jetën që ata dëshirojnë me partnerin që ata dëshirojnë. Është një javë shumë pozitive edhe për të hapur, për të shprehur ndjenjat tona. Sidomos dita e shtunë do të jetë shumë efikase për këtë temë. Hëna e plot që do të jetë tek shenja e Gafores, për shenjën e Demit është në ndikime disi më të zbutura, duke qenë se ka kënde pozitive edhe me diellin edhe me hënën. Si rrjedhoj ta kesh shumë më të thjeshtë që të manovroj edhe nëse dalin probleme. Hëna e plot ndikimet fillojmë që të ndijmë që janë përpara, pra kemi filluar që të ndijmë që sot. Si rrjedhoj në qoftë se keni një temë që ka qenë e vështirë dhe nuk dini se si ta zgjidhni, se si të komunikoni, me çdo që të jetë, do të këshilloj që ta komunikoni gjatë kësaj jave, sepse do të mund të gjeni zgjidhje vërtet shumë thjeshtë. Ndërkohë që ditët që janë shumë herë më tepër efikase për sa i përket krijimit të burimeve të reja materiale, është dita e është dita e njëjtë dhe e premte. Duke qenë se dita e njëjtë i përkon datës 1 janar do të jenë me pushime, dita 2 janar mund të përdoret në mënyrë vërtet shumë efikase. Gjatë asaj dite do të kemi edhe disa kënde të cilat mund të na mbështesin për të ardhurat materiale, prandaj këshilloj me ngurm që ta përdorim atë.
për të shprehur ndjenja të përmenda dhe mund të kemi edhe fillimin e një periudhe ku mund të krijojmë stabilitet gradualisht, por kjo javë është vërtet shumë efikase në lidhje me këtë temë. Ndërkohë që pjesën e parë të javës përsëris pra nga data 29 deri në datën 1 janar janë 4 ditë, edhe datën 1 janar, të këshilloj vërtet që të jemi shumë të kujdesshëm në mënyrë se si komunikojmë, sidomos me partnerët tanë, qoftë biznesi, qoftë ata sentimental. Shenja e binjakëve. Për shenjën e binjakëve kemi ndikime pozitive në përgjithësi, por është edhe shenjë që është dhe më indikuar, pra në qoftë se nuk e mban veten në dorë, pra nuk është autokontrolli ashtu siç duhet, mund të jetë edhe shenjë që mund të ndikohet pak më tepër negativisht. Duke qenë se këndet negative që përmenda janë ato të mërkurit, por kur kemi kënde negative, në qoftë se jemi të aftë të vetë kontrolluar, mund t'i përdorim ato kënde negative në avantazhin tonë. Dhe shenja e binjakëve është shenjë që mund t'i përdorim në mënyrë shumë më tepër efikase. Këto do të jenë më tepër të vlefshme për rritjen e tyre në karrierë ose për të kryer fare autoritetin në çdo ambient ku futen. Janë persona shumë të logjikshëm gjatë kësaj jave, por përsëris nëse jemi të kontrolluar. Nëse nuk jemi të kontrolluar, çfarë ndodh? Mund të krijojmë dëme të rëndësishme në partneritetet tona, sidomos brenda martesave për lidhjeve afatgjata, dhe mund të krijojmë edhe probleme në lidhje me mirëqenien që kemi, sepse mund të shkatrojmë, po mirë thash, edhe disa marrëdhënie që janë vërtet shumë të rëndësishme, si për shembull marrëdhënie familjare, po ashtu edhe në lidhje me autoritetin mund të kemi probleme. Prandaj autokontrolli është i domosdoshëm. Kjo gjithmonë është kështu, por gjatë kësaj jave vërtet që nëse nuk jemi të kontrolluar, mund të hapim shumë probleme, të cilat nuk do të kenë kthim mbrapa. Si rrjedhoj, do të këshilloj që të jemi të kontrolluar. Përsëris disa herë, por për sa i përket shëndetës, shenja e binjakëve është nga shenja që mund të jetë pak më ndikuar, edhe kjo si rrjedhoj e mërkurit, do të kemi kalimin e tij tek shenja e bërcjavit ditën e njëjtë, pra datën 1 janar. Pas kësaj do të jemi disi më të çliruar, por me njëherë pas këtij kalimi, duke qenë se do të fillojmë që të preket pjesa e frymarrës dhe mushkrit, kjo do të jetë, mund të thotë për shenjën e binjakëve që do të kemi të prekur këto pika dhe është e pika ku ata janë pak më delikat. Si rrjedhoj, mund të fillojmë që të kemi probleme me frymarrjen, nëse kemi një alergji, mund të dalim në skenë, ose mund të na prekin virozat që janë në këto momente. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me shëndetin gjatë gjithë kësaj jave, duke filluar që nga tani, nga ky moment, duhet fillojmë që të jemi të kujdesshëm. Për sa i përket çështjeve sentimentale, është një nga javët më pozitive. Është java ku do të jemi vërtet shumë romantik. Gjua që do të kemi, mënyra se si komunikojmë është shumë më pozitive, prandaj dhe do të kemi një efikasitet vërtet shumë të lartë dhe shprehja e ndjenjave, nëse do t'i hapemi dikujt, pra është vërtet shumë pozitive, po ashtu edhe për të krijuar ambiente romantike me partnerët tanë, edhe kjo është shumë më tepër e vlefshme. Shenja e gaforës është shenja më e prekur e kësaj jave. Kemi ndikime vërtet shumë të fuqishme që nga fillimi i javës deri në fund, duke qenë se do të kemi një hënë të plot tek shenja e tyre. Është java ku ata mund të jenë shumë të lodhur, mund të jenë hiperenergjik, dhe nga ana tjetër, duke qenë se siç e thash do të kemi shumë ngjarje që gjithsej jave, do të ndihen vërtet shumë të lodhur. Ndikimi më të fuqishëm normalisht do të jetë hëna e plot, por nuk është vetëm kjo, kemi kënde negative të mërkurit, që është vendosur tek shenja e Shgjetarit, me planetet të vendosura tek shenja e Peshqve. Si rrjedhoj, mund të jemi vërtet të prirur ndaj fanatizmit, kemi vështirësi për të hequr dorë nga gjërat të cilat nuk funksionojnë, kemi probleme me kolegët tanë apo me shëndetin ton fizik. Si rrjedhoj, shenja e gaforit që gjithë kësaj jave duhet të jetë vërtet shumë e përqendruar dhe t'i hedhë hapat shumë ngadalë dhe një nga një, në qoftë se do që të bëj ballë këtë javë. Por në qoftë se bën këtë, pra manovron gjithë energji, super energji që po ndjen në këto momente, ndryshimet të mëdha që po ndodhin në këto momente, atëherë kemi mundësinë që të kemi një rritje kolosale. Kemi tashmë krijimin e një identiteti të ri në bazë të ambientit që i rrethon, dhe kjo është diçka pozitive në të vërtetë, sepse merr vërtet atë çfarë meriton. Normale që është e lodhshme, sepse gjithçka është e lodhshme kur na lufton ose kur duhet që të
pranojmë shumë të reja në jetën kohë, por në këtë rast për shenjën e gaforës është diçka pozitive. Jupiteri i ndihmon dhe i pengon në disa raste, por gjatë kësaj jave do të jetë një mbështetje vërtet shumë e madhe, duke qenë se vazhdimisht kemi këndë pozitive të një Jupiter me Saturnin, dhe kjo domosdoshmërisht krijon një farë rregulli, një rend në jetën e tyre. Kalimi i Mërkurit në datën 1 janar tek shenja e Vricjapit do të thotë që tashmë arrin që të perceptojë shumë mirë problemet se ku janë. Pra, edhe pse kemi përballë, edhe pse me sfida, arrim që ta kuptojmë se ku qëndron problemi, prandaj edhe nëse një lloj siç është tek shenja e Binjakut, nëse jemi të kontrolluar, arrim që të marrim masat dhe të zgjidhim problemet. Madje edhe mund ta përdorim në avantazhin tonë si rrjedhor të kemi edhe fillimin e lidhjeve të reja, sentimentale, fillimin e krijimit të partneriteteve, të cilat na ndihmojnë për të krijuar burime të reja për të ardhurat materiale. Kjo është një javë që do të këshillojmë me ngujm ta përdorim. Mënyrë se si mund ta përdorim është që të vazhdojmë të mësojmë nga ato çfarë po ndodhin rreth rrotull nesh, pa të marrim mësime shpejt dhe të mund ta aplikojmë këtë në karrierën tonë ose për të krijuar atë figurën e autoritetit, i cila do të na ndihmojë që të krijojmë burime të reja materiale, të cilat por i përsëris e kam thënë shumë shpesh që ndoshta nuk mund të ndijemi më njëherë tani, por do të fillojmë që të ndijemi vërtet shumë duke filluar nga 14 shkurti e tutje, pika ku do të jem vërtet që do të realizojnë është pas datës 1 korrik të vitit 2026, por edhe deri në atë datë do të na duhet vërtet që të punojmë, do të fillojmë që të ndijemi gradualisht në të themi. Për shenjën e Gaforës, çështjet sentimentale edhe gjatë kësaj jave janë shumë të favorizuara, sidomos lidhjet afatgjata, është një javë ku mund të krijojmë lidhje vërtet shumë që stabilizojnë komplet energjinë në jetën tonë. Pra do të këshillojmë me ngurmë që të fokusohemi pakës edhe këtu. E di që është një javë e lodhshme, por mund të përdoret vërtet siç e thash, çdo element mund të përdoret në avantazhin tonë për të krijuar vërtet atë jetën ose shtëpinë pra që ne dëshirojmë. Shenja e Luanit. Për shenjën e Luanit kemi ndikime shumë të fuqishme në lidhje me shëndetin. Është hëna e plotë do të ndodhi tek shenja e Gaforës dhe është tek bota e tyre brendshme, kemi dalje në skenë të problemeve që mund të kenë ekzistuar këtu, të armiqësive në disa raste. Këto më tepër do të jenë brenda familjes, do të kuptojmë ato dinamikat që deri në këto momente nuk i kemi perceptuar ashtu siç duhet, si do e kemi lejuar që të ndodhin. Falë kësaj do të mund të marrim masa dhe të krijojmë një ambient shumë më të shëndetshëm për ne. Do të kuptojmë se ku ne vetë kemi çaluar dhe ndoshta nuk e kemi mbrojtur dot ashtu siç duhet partnerin apo partneren tonë. Dhe si rridoj kemi edhe mundësi që të rregullojmë këto marrëdhënie. Është një javë shumë pozitive në lidhje me këtë temë. Do të këshilloj madje që të fokusohemi këtu, në qoftë se kemi probleme të cilat kanë qenë të zgjatura midis partneres për bashkëshortit ose bashkëshortes dhe familjarëve tanë, do të këshilloj që ta vini të beshin sepse do të kemi mundësi që të vëmë atë autoritetin tonë dhe t'i zgjidhim këto një herë mirë. Kjo do të na bëjë vërtet shumë mirë, se do të forcojë shumë lidhjet tona. Dhe si rridoj mund të kemi edhe realizimin e anës romantike gjatë gjithë kësaj jave. Ndërkohë që për sa i përket të ardhurave materiale, është një nga javët ku shenja e Luan do të këshilloj që të jenë të kontrolluar, si me harxhimet, po ashtu edhe ato çfarë pranojmë, pra sepse në një farë mënyrë do të jenë tip borxhesh sentimentale. Dhe si rridojmë në personat të cilët nuk jemi shumë të sigurt se ku qëndrojmë, do të këshilloja që të jemi pak më të balancuar në të çfarë japim dhe marrim. Për sa i përket zhvillimeve në lidhje me jetën tonë sentimentale, me krijimin e burimeve të reja apo edhe me krijimtarinë në përgjithësi, në këto momente shenja e Luanit është vërtet shumë ka një krijimtari vërtet shumë të lartë dhe ka mundësi shumë të mëdha për të krijuar lidhje pozitive. Ndërkohë që kemi një efikasitet vërtet shumë të lartë në jetën e tyre, kemi fokusim shumë më të madh për të krijuar një jetë më të thjeshtë, në kuptimin që t'i zgjidhim gjërat më thjesht dhe të mund të mirëmbajmë ato që kemi ose të zhvillojmë edhe më tepër, si rridoj kjo mund të sjellë të ardhurë materiale vërtet të mira. Normal që jemi në fund viti, përsis pothuajse për gjitha shenjat do të kemi harxime, por shenja e Luanit është mjafton që të jetë pak më kontrolluar dhe më larg pamës, e ka shumë të thjeshtë që gjatë kësaj jave të mund ta menaxhoj shumë mirë. Për sa i përket shëndetit, kjo është ndryshe nga të gjitha shenjat e tjera, do të jemi shumë të kujdesshëm, është një nga shenjat do të preket më tepër, jo vetëm shëndeti mendor, por edhe shëndeti fizik. Duke qenë se në këto momente kemi disa sforcime dhe kemi edhe shumë vendosje tek shenjat e ujit
dhe ato të zjarit do të kemi gjatë javës në vazhdim. Për shenjën e luani, kjo mund të bëhet pak problematike, sepse kemi gjithmonë probleme tek rrugët kardiovaskulare nëse teprojmë sidomos me alkoolin, por përsëris edhe një herë këtu. Prandaj të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm. Shenja e mbeqërishës është një nga shenjat më të favorizuar të kësaj jave, kemi ndikime pozitive në përgjithësi. Por një lloj siç ishte tek shenja e binjakëve, duke qenë se drejtuesi i tyre që është Merkuri do të jetë në këndë negative edhe me Saturnin edhe me Neptunin, kjo mund të krijojë probleme tek ata. Problemet mund t'i kemi në familje, mund t'i kemi në shtëpi, mund të kemi vërtet probleme fizike brenda banesës të shkaktuara nga, po them në këtë mënyrë, mund të jemi të pavëmendshëm dhe të thyejmë gjëra të cilat janë me vlerë, dhe këto mund të shkaktojnë edhe probleme, nëse janë për shembull të njëjtat gjëra të dikujt tjetër, mund të shkaktojnë probleme në këto lloj marrëdhëniesh. Dhe mund të kemi edhe probleme në qoftë se nuk kemi të kontrolluar me partnerët tanë, sidomos brenda martesave atyre që janë afatgjata, lidhjeve afatgjata, pra do të kemi probleme edhe këtu. Gjithmonë në qoftë se nuk kemi të kontrolluar, por një lloj siç ishte edhe tek shenja e binjakëve, në qoftë se jemi të kontrolluar, të gjitha këto probleme mund t'i përdorim në avantazhin tonë dhe t'i përdorim për të shëruar këto lloj marrëdhëniesh. Në këtë moment kemi Saturn dhe Neptun të vendosur tek shenja e peshqve dhe kjo do të thonë që kemi mundësi që të jemi shumë romantik dhe të krijojmë edhe kufi të shëndetshëm, lidhje shumë të shëndetshme, të cilat mund të përkthejnë ose mund të rregullojnë të gjitha llojet e lidhjeve që kemi në jetën tonë, të argëtojmë më tepër si rrjedhë e kësaj, madje edhe të kemi edhe fuqizimin e këtyre lidhjeve, të kemi edhe krijimin e familjeve të reja. Pra gjithsej javë shenja e Virgjis mund të marrë edhe propozime, si rrjedhoj mund të bëhet edhe një nga javët më pozitive. Në qoftë se kemi ngjarje negative, do të këshilloj që të jemi të kontrolluar, sepse kemi shumë mundësi që të tejkalojmë këto. Në qoftë se nuk kemi të kontrolluar, normalisht mund të havim probleme, por kemi shumë më të thjeshtë që ta shndërrojmë, pra gjithçka që ndodh në avantazhin tonë, si edhe mund të jetë një nga javët më pozitive. Kemi fat në këto momente, kemi fat edhe për të kryer lidhje të reja, edhe për të kryer burime për të ardhur materiale. Pika ku mund të jetë pakës më problematike që do vazhdojmë që të jemi të sfiduar janë çështjet me shoqërinë. Kjo është një nga pikat ku shenja e Virgjëreshës do të jetë pak më i ftohtë, ose më të themi do të qëndroj disa hapa larg, sepse personat që kanë në shoqëri që sa javë do të vazhdojnë që të jenë, le të themi, pak më të ndjeshëm, ose mund të ngjelet hatri edhe për gjëra të vogla. Kjo është diçka kalimtare, do të zgjidhë pak a shumë vetvetiu, nuk është diçka që është shumë e rëndësishme. Në qoftë se i marrim shumë personalisht, pra normalisht do të lodhemi, por në qoftë se e shikojmë si diçka që është kalimtare, do ta kemi më të thjeshtë për ti te kaluar se anashkaluar në disa raste. Në lidhje me shëndetin veç do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm, është një nga javët ku mund të prekemi. Sëmos në qoftë se kemi sëmundje që kanë të bëjnë me alergjit ose në lidhje me rrugët e frymarrjes, do të këshilloj që të jemi ekstra më të kujdesshëm. Shenja e peshores, një lloj siç ishte tek shenja e dashit dhe shenja e gafores, është shumë e ndikuar sepse edhe kjo është një tjetër shenjë kardinale. Ndikimet i ka shumë të fuqishme, kjo është java ku shenja e peshores po hedh rrënjë. Është pozitive, por pakës mund të bëhet e lodhshme sepse do ketë pak të vështirë që të qëndrojë vërtet diplomate, siç e ka natyrën. Nuk do të thënë se është negative, është thjesht pak e lodhshme, sepse shumë gjëra mund të ndodhin në ambientin që rrethon me familjarët e tyre, me partnerët e tyre, si rrethoj mund të duan që të marrin kokën dhe të ikin, domethënë. Por kjo nuk është diçka negative, por përsëri thjesht mund të bëhet pak e lodhshme. Këshilla ime do të ishte që të fokusohemi më tepër tek argëtimi dhe tek zhvillimi i marrëdhënieve familjare gjatë kësaj jave. Në qoftë se ndodh diçka negative, mund të bëjmë ne gazi dhe hareja ambientit ku jemi dhe si rrjedhoj të krijojmë edhe lojra të reja, ndoshta për të argëtuar më tepër, ose mund të organizojmë udhëtime të shkurtra brenda qytetit. Këto na ndihmojnë që të hiqim mendjen nga problemet që janë të vogla në të vërtetë dhe ndoshta nuk kanë zgjidhje në këto momente. Por shenja e peshores është një nga javët më pozitive në të vërtetë, po do t'ju them që të merr me këto vogëlsira dhe që si rrjedhë më të bëhen pak e lodhshme. Në lidhje me shëndetin jemi në një javë ku jemi të prekur. Këshilla si rrjedhoj do të jetë të jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me këtë temë. Pika ku mund të jemi pak më të prekur është
në lidhje me lëkurën, nëse kemi alergji të kemi në përgjithësi do të vjen rreth tek lëkura, prandaj do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm, të mos për shembull të mos përdorim kremra që nuk i njohim ose që nuk i dim, të mos i ndryshojmë për atë që dim, atë që njohim, sepse kjo mund të shkaktojë edhe dëme. Normalisht nëse përdorim shumë sheqer, edhe kjo është nga gjërat që mund të na prek, sepse shenja peshores ka shumë të prekur në sistemin urinar, si edhe mund të kemi të prekur edhe veshkat në këto momente, pra sheqeri mund të bëjë një overload, pra të ngarkojë shumë organizmin e tyre, dhe si edhe të vëmë re të këto në lëkurë përsëris. Prandaj edhe pse jemi në fund viti, edhe pse kemi shumë ëmbëlsira baklavaj të tjera në përkëm, do të këshilloj të jemi pak më të moderuar në përdorimin e tyre. Ajo ku është pika më pozitive për shenjën peshore që gjithsa javë, është ka një romantizëm shumë të lartë, është optimiste vetë brenda vetes së saj, prandaj të këshilloj të fokusohemi këtu, në qoftë se kam probleme persone që kemi në ambient rreth rrotull me njëri tjetrin, në qoftë se mundemi të gjejmë zgjidhje të vogla për të anashkalojmë këto probleme në rregull, por në qoftë se jo, do të këshilloj që të fokusohemi më tepër tek diçka alternative që mund ta bëni ata vetë. Shenja e akrepit. Shenja e akrepit një lloj siç ishte tek shenja e peshores apo e kërkënis tek ajo virgjëreshës dhe ajo e demit, ka mundësi që edhe nëse dalin probleme të janë anashkaloj shumë thjesht. Kjo sepse do të ketë kënde pozitive si me diellin, po ashtu edhe me hënën, kur të jetë hëna e plot, dhe gjithsa javë, duke qenë se të gjitha kalimet planetare në mënyrë të anasjell do të ketë mundësi që ti anashkaloj, është një nga shenjat që do të jetë pak më tepër fat dhe do të ketë më tepër mundësi që të manovroj problemet edhe nëse dalin. Fati më të madh shenja e akrepit do ta ketë për sa i përket heqjes së pengesave që ka pasur deri në këto momente. Kjo është në lidhje me pothuajse çdo aspekt i jetës, por sidomos ato që kanë pasur të bëjnë me karrierën dhe me problemet në të ardhurat materiale. Nëse deri në këto momente kemi bërë investime, kemi punuar dhe nuk kemi mundur që të arrijmë vendin që meritojmë në lidhje me karrierën, apo nuk kemi marrë të ardhurat materiale që ne meritonim, kjo është java ku do të fillojmë që të gjejmë zgjidhje këtyre. Mund të marrim një ndihmë vërtet shumë të madhe si nga shoqëria, po ashtu edhe nga familja jonë, do të na dihet më tepër vlera, si rrjedhoj dhe ne vetë do ta dimë vlerën e vetes tonë, sepse gjithë ambienti do të na shtyjë drejt një optimizmi. Shenja e akrepit është vërtet shenja që në këto momente ka punuar shumë dhe po rindërton veten e tij, si rrjedhoj edhe në një farë mënyrë po merr edhe mbështetjen e sistemit, sepse ka dhe nevojë për këtë, mund të jetë shumë i lodhur, mund të ketë hequr shumë gjëra nga jeta e tij. Kjo do të vazhdoj që gjatë gjithë vitit 2026, sidomos pjesën e dytë të vitit 2026 do të verë edhe më tepër se sa është shkritur, por këtë javë është vendimtare, do t'i këshilloja që çdo gjë e re që po hyn në jetën tuaj ta merrni parasysh. Nuk po them që ta implementoni më njëherë, po ta merrni parasysh sepse janë vërtet çelësa të rëndësishëm që do të na nduhen edhe më vonë. Përsa i përket çështjeve sentimentale, është një nga javët më pozitive. Shenja e akrepit mund të ketë kohë që lidhjet ndoshta mund mos ketë pasur besim, ose dhe brenda lidhjes mund të kemi pasur probleme, sepse nuk kemi pasur atë vetbesimin e duhur. Kjo është javë komplet e kundërta, do të kemi një vetbesim të lartë siç e thash, si do kemi mundësi edhe të krijojmë lidhje të reja, po ashtu edhe të rregullojmë në mënyrë të dukshme lidhjet aktuale. Shëndeti, do të jemi gjithmonë të kujdesshëm, e kam thënë shpesh herë, por vazhdojmë që të jemi në periudhën ku do të jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me shëndetin. Okej, shenja e shigjetarit. Shenja e shigjetarit, duke qenë se Merkuri kur të ketë kënde negative me Saturn dhe me Neptun do të jetë vendosur tek shenja e tyre, normalisht ndikohet. Ndikimi më të madh do të ketë vazhdimisht tek trupi tyre, tek ana tyre fizike, dhe mund të kemi edhe probleme në mënyrë se si flasin, si komunikohen. Kjo do të thotë që mund të bien prej e manipulimeve më thjesht, dhe nga ana tjetër mund edhe të kemi incidente të cilat mund të na dëmtojnë, por përses në qoftë se nuk jemi të kujdesshëm. Manipulime mund të vijnë në forma shumë të ndryshme, por në përgjithësi mund të vinë nëpërmjet familjarëve tanë, si edhe mund të shkaktojnë edhe dëme të mëdha në të ardhurat materiale ose dëme materiale.
Për këtë arsye shenjës së shqiptarit vërtet që këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm ndaj gjithçka që po mundohet e re të hyjë në këtë moment në jetën tonë, nëse të marrim për shembull informacione për të bërë investime të caktuara diku ose nëse na këshillohet që të shesim apo të blejmë diçka, që sa javë të qëndrojmë pakës larg, nuk është momenti i dur më të themi, ose të paktën deri në datën 1 janar, këto janë këshilla që thjesht i dëgjojmë dhe i marrim në vlerësim më vonë. Ndërkohë që të njëjtën mërkur mund ta përdorim për komunikimin. Ky komunikim mund të jetë vërtet shumë më i zbutur, sepse deri në këtë moment mund të kemi qenë pak të prerë me thik në lidhje me komunikimin tonë, ndërkohë që gjatë kësaj javë mund të jemi pak më të butë, më diplomatik, mund të jemi shumë më tepër romantik dhe pikërisht të komunikim mund ta përdorim për të kryer atë ambientin i cili ndoshta deri në këtë moment na ka munguar me partnerët tanë, po ashtu edhe të bëjmë pak a shumë gazi dhe hareja e ambientit që na rrethon. Kjo mund të përkthehet edhe në marrëdhënie shumë më të mira familjare. Është një nga javët ku një lloj siç është tek shenja e akrit mund të kemi një vlerësim më të lartë, sidomos nga familjarët tanë. Prandaj edhe mund të kalojmë kohë shumë më të këndshme, edhe nëse dalin probleme, mjafton që të jemi të kontrolluar, mund t'ja anashkalojmë vërtet shumë thjesht. Këtë mund duhet ta analizoj disa herë. Por dita e nesërme, që është data 28 dhjetor, do t'i këshilla që të jemi shumë më të vëmendshëm në atë çfarë themi, në mënyrë se si i themi gjërat, në mënyrë të themi drejt familjarëve tanë, sepse mund të keq kuptojmë më thjesht se zakonisht. Ndërkohë që java që vjen nuk është ashtu. Shenja e shëgjetarit në lidhje me shëndetin, edhe kjo është të prekur, mund të kemi shumë më të prekur sistemin nervor dhe pjesën e mesit gjatë gjithë kësaj jave, duke qenë se do të kemi këndë negative të mërkurit, prandaj edhe veprime të nxituara detyrimisht nuk këshillohen. Në qoftë se ndjejmë në farë trysnie ose kemi nevojë të lëvizim, lëvizja duhet të jetë e kontrolluar, dhe nëse ndjejmë farë trysnie, këshilla ime do të ishte që të dilnim jashtë, të ecnim në natyrë. Normal që nuk ecim dot spatër se tani është ftohtë, por mund të ecim thjesht në natyrë që të marrim ajër të pastër. Shenja e bircapit, kemi shumë vendosje këtu, do të kemi një hënë të plotë që ndodhet pikërisht tek shenja e gaforit që është përballë me ta. Si rridoj që gjithë kësaj javë do të kemi përgatitjen e kësaj atmosfere. Për ta ndikimi më i madh do të jetë në partneritetet, lidhjet afatgjata, partneritetet në lidhje me të ardhurat materiale, pra partneritetet e biznesit, nuk janë shumë të prekura, mund të preken, por nuk janë shumë të prekura deri ditën e njëjtë. Ndërkohë që pas ditës së njëjtë tutë edhe këto partneritetet do të jenë vërtet shumë të prekura. Mënyra se si do të ndikojnë normalisht ndikon nga individi në individ, por si gjithmonë nëse se nuk jemi të kontrolluar mund të prishim partneritetet që kanë qenë shumë afatgjata. Kjo do të thotë që mund të kemi të prekura martesa dhe nëse një problem ka ekzistuar deri në këtë moment dhe nuk kemi dashur ta zgjidhim, normale që autokontroll, nëse mungon autokontrolli, më të themi, to marrëdhënie do të prishen. Ndërkohë që nëse jemi të kontrolluar, do të mund të zgjidhim këto probleme shumë thjesht. Unë e them shpesh këtë, por është e vërtetë. Nëse se jemi të kontrolluar dhe dëgjojmë, jemi më empatik, i zgjidhim shumë thjesht problemet. Kjo do të jetë e vlefshme edhe në lidhje me familjen tonë, edhe në lidhje me problemet që mund të kemi me vëllezërit dhe me motrat tanë. Por pikërisht këta janë persona, pra vëllezërit dhe motrat tanë, mund të bëjmë persona që mund të na sfidojnë ose na testojnë shumë gjatë kësaj jave. Fjalët që ne themi mund të keq kuptojnë, ose dhe ne vetë mund të keq kuptojnë fjalët që ata na thonë. Prandaj edhe këto janë marrëdhënie që do t'i këshilloja që të jemi ekstra të kujdesshëm. Jo që s'ka ashtu siç duket, mund të perceptojnë gjërat pa gazgabim në lidhje me këto pikpamje, prandaj të këshilloj që në këtë pikë të paktën të jemi të kujdesshëm. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me udhëtimet, me automjete. Data 29 deri në datën 1 janar, edhe përfshirë datën 1 janar, në qoftë se kemi mundësi të mos udhëtojmë me automjetin tonë, mund të kemi probleme në lidhje me këtë temë, ose të paktën të nisemi disa orë më herët dhe të udhëtojmë ngadalë në mënyrë që të mos, edhe nëse përballemi me një problem ose nëse ka trafike të tjerë, të mos e humbasim kontrollin dhe të mos krijohet edhe kjo një tension tjetër më të lartë. Në lidhje me shëndetin, edhe shenja e bircapit vazhdon që të jetë e prekur, ndikim më të madh gjatë kësaj jave, do ta kenë tek pjesa e frymëmarrjes, mund të kemi shumë të ndikuar këtë pjesë në këto momente. Si rrethoj shenja e bircapit, sidomos ata që kanë probleme kronike në lidhje me këtë temë, do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm. Në qoftë se kemi dhimbje kockash,
është kalimtare, nuk do t'i këshilloja që të merrni shumë ilaçe. Domethënë, normalisht ato që e ka këshilluar doktori në dozazhet që e ka këshilluar është diçka tjetër, po them që të marrim ilaçe ekstra sipas kokës tonë, atë absolutisht jo. Shenja ujorit. Për shenja ujorit, hëna e plot tek shenja e gafores është pak e lodhshme. Kjo sepse do të preki dhe do ndikojë në mënyrë të dukshme shëndetin. Kjo do të prek më tepër sistemin nervor, do të prek shumë imunitetin, sistemin imunitar, cili do gjithsesi jave do të jetë pak a shumë në duke u zmadhuar si me lup problemet. Për këtë arsye, shenjës ujorit do t'i këshillojë që të jemi vërtet shumë të kujdesshëm, çfarë ham, çfarë pim, për çfarë konsumojmë dhe se si e trajtojmë trupin tonë. Është edhe një nga javët më pozitive në të vërtet që të kryejmë rutina të shëndetshme, normal që për të gjitha shenjat e shtërveshme, por shenja ujor duke qenë se nga kjo hëna plotë ndikohet në mënyrë të dukshme tek shëndeti fizik, do t'i këshilloj që të jemi edhe më të kujdesshëm. Gjithsesi, kemi në këto momente shumë vendose tek shenja e bërcjapit, cili lloj bota e tyre brendshme është goxha e ngarkuar. Nuk mund të them që është negative, por mund të them që është, ose më themi, duhet të them që është e lodhshme. Është periudha ku gjithçka që po vjen në jetën tonë, çdo gjë që vëzhgojmë, çdo gjë që bëjmë re, duhet ta akumulojmë, ta përpunojmë mirë, ta mbjellim, më të themi, në mënyrë që të marrim rezultatet kur dielli të kalojë tek shenja juaj. Ndërkohë që në këto momente është periudha që vërtet duhet të ushqejmë dhe duhet të mbrojmë atë çfarë kemi marrë dhe të akumulojmë edhe të reja. Për sa përket çështjeve sentimentale, është një nga gjërat e vetme që nuk kemi nevojë që të presim, sepse jemi vërtet shumë pozitiv. Është një nga javët ku jemi vërtet shumë romantik. Në qoftë se na prezantohet dikush, do t'i këshilloj që ta marrim parasysh. Vazhdojmë që të jemi në periudhën ku mund të kemi harxime çik pa limit, prandaj edhe në këtë pikë normalisht do të jemi të kujdesshëm. Gjithsesi, në qoftë se është një harxhim që keni kohë që mendoni një dhuratë kundrejt për një familjarin tuaj, nuk ka rëndësi se kush është, kjo është diçka që do t'ju këshilloj që ta bëni, sepse mbështetja familjare gjatë kësaj periudhe do t'ju nevojitet dhe madje ju është dhe vendi ku ju mund të ndjeni më mirë se në çdo ambient tjetër, prandaj edhe janë marrëdhënë që do t'i këshilloj që t'i kultivoni, t'i ushqeni. Për sa i përket çështjeve sentimentale, java që vjen është ndoshta ku do të ndihemi shumë më tepër mirë, por gjithsej javët japën e parë do ta këshilloj vërtet që ta bënit. Për sa përket lëvizjeve në lidhje me karrierën, kjo është në një moment që nuk mund të jetë shumë i përshtatshëm. Ndoshta lëvizje brenda të njëjtës institucion jam dakord, por për që të ndryshojmë komplet në një vend tjetër është diçka që nuk do ta këshilloja, sepse gjatë kësaj jave mund të kemi tendencë që të marrim disa vendime thjesht në bazë të ndjenjave tona. Për fat të mirë, fund viti nuk është se kemi shumë ndryshime, por gjithsesi do hiq ta thoj. Shenja e peshqve. Për shenjën e peshqve është javë pozitive në përgjithësi. Kemi ndikime shumë të fuqishme tashmë, asnjë gjë nuk mund të përmbahet. Jemi shumë, reagojmë shumë në gjithçkaje, normalisht që është diçka që duhet mbajtur në kontroll. Mërkuri do të ketë kënde negative me Saturnin dhe me Neptunin që janë të vendosur tek shenja juaj. Si rrjedhoj, keni më tepër tendencë që të jeni reagues ndaj gjithçkaje që ndodh, ndaj shoqërisë, ndaj familjarëve, ndaj partnerëve, dhe këto normalisht që mund të dëmtojë këto lloj marrëdhënies nëse ne nuk kemi të kontrolluar ose nëse na ngjelet hatri kot me gjëra që nuk janë të vlefshme. Por si të gjitha shenjat e tjera që i përmenda, nëse ne jemi të kontrolluar, të gjitha këto sfida që ne janë në dukje në këto momente mund të përdorim në avantazhin tonë. Pika ku kemi më tepër avantazh është avancimi jon në karrierë. Janë momentet e fundit të këtij viti dhe mund të marrim propozime të shumta për bashkëpunime, sidomos është një nga javët më të vlefshme, sidomos ata që janë në një farë mënyrë figurator publike. Mund ta ndjejmë pak më tepër këtë. Kjo nuk do të thënë thjesht që duhet të jenë patjetër që të jenë të njohur në rrjetet sociale, thjesht të personat që kanë një farë autoriteti në vendin ku jetojnë, ose janë pak më të njohur se të tjerët, dhe këta mund të përfitojnë në mënyrë të dukshme. Të gjitha bashkëpunimet mund të përkthehen në të ardhur materiale vërtet shumë të mira, ose të paktën një stabilitet edhe në rrjetin shoqëror,
edhe brenda shtëpisë dhe familjes. Pra do të krijojë një farë mirëqenie dhe si rrjedhoj mund të ndihemi më të vlerësuar. Pas datës 1 janar do të kemi shumë më të thjeshtë ta bëjmë këtë, duke qenë se edhe Mërkuri do të kalojë tek shenja e Briciapit, kjo do të vëjë një rend shumë të madh në jetën tuaj dhe ky rend do të vijë më tepër nëpërmjet shoqërisë, do të merr një ndihmë shumë të madhe aty, do të ndihmojë shumë që të realizoni dhe ëndrat dhe dëshirat tuaja, ndërkohë që hëna e plot që do të jetë tek shenja e Gëforës për shenjën e Peshqve do thotë mbarimin e një periudhe ku mund të keni pasur probleme për të përdorur elementet, burimet tuaja në avantazhin tuaj, sidomos për të krijuar lidhje që janë stabël, sidomos për të krijuar familje, pra gjitha pengesat që ekzistojnë në lidhje me këto tematika do të mbarojnë farkse janë të plot. Normale që asnjë gjë nuk ndodh vetë do të na jepet mundësia që të zgjidhim dhe ta mbarojmë këtë si periudhë, por në qoftë se ne qëndrojmë stabil tek plagët tona ose tek dhimbjet tona, pa munduar që të dalim përtej atyre, do të mund të humbasim edhe këto shanse që po na jepen në këto momente. Është një hënë plot shumë e favorshme për shenjën e Peshqve, prandaj dhe vërtet që do të këshilloj që ta përdorni. Është në fundjavë, pra do të jetë në datën 3 janar. Prandaj dhe në qoftë se e përdorim, në qoftë se thjesht jemi pakës më të vetëdijshëm, kemi mundësi që ta shndrojmë jetën tonë komplet dhe të marrim atë që vërtet mund të kemi punuar për një kohë të gjatë, mund të kemi punuar pak a shumë qorrazi në mënyrë të verbër, ndërkohë që tashmë do të arrim që ta kuptojmë shumë mirë se çfarë kemi bërë dhe cilat janë këto elemente të reja që po mundon të hyjnë në jetën tonë dhe të përdorim të gjitha këto. Edhe për të kryer burime të reja të ardhur materiale, për të kryer një farë mirëqenie, po ashtu edhe për të rregulluar lidhjet tona, si sentimentale, shoqërore e të tjerë. Në lidhje me shëndetin, shenja e Peshqve është gjithmonë më e prekur se shenjat e tjera, sepse kemi sistemin imunitar që kemi më të ndjeshëm. Prandaj dhe do t'i këshilloja që të jemi më të vëmendshëm dhe të kujdesshëm kundrejt sëmundjeve të stines, sepse kjo është e vetmja gjë që është e prekur në këtë moment. Okej, këto ishin të gjitha ndikimet për të gjitha shenjat. Këtë video do të vedni te kanali im YouTube, do të mund të ndiqni nesër atje. Për të gjitha informacionet që nuk mundeni t'i gjeni tek videot e mia ose tek postimet e mia, mund të më shkruani për të marrë konsultën tuaj personale. Okej, faleminderit vërtet të gjithëve që morën pjesë dhe shihemi përsëri herën tjetër. Faleminderit edhe një herë dhe natë.